njerëzit kanë shumë ma shumë prire me besu të fuqi e të aftësia një burri sësa të një gruaje. Tregua që në atë kohë sidomos ka qenë një fushë dominuar nga burrat. Ka qenë edhe kjo pjesa e paragjykimeve, po ka pas dyshime edhe në aftësitë e një gruaje në atë periudhë? Gjithmonë, edhe tash. Unë mendoj që ajo që thash ma herët, për gratë shpeshherë ka standarde 2 fishta, 3 fishta. Ka qëllu që unë me pas burrin gazetar. Dhe deri vonë ka pas një lloj. është një farë mënyre ironike me thonë, është edhe dhemshme me thonë që njerëzit kanë shumë ma shumë prire me besu të fuqi e të aftësia një burri sësa të një gruaje dhe kom pas si dyshime, si mënyra që aludojnë që mos burri po i ndihmon. Kështu që është eroni me thonë, keq me thonë, po kom më ka dashur goxha një periudhë kohore me dalë për kësaj lloj gëzhoje të perceptimit që ka për gratë në këtë profesion.